Në vigjilje të 31 vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës, në Kuvend u zhvillua seancë në nder të viktimave të këtij gjenocidi. Në fjalimin e tij, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi deklaroi se plaga e këtij gjenocidi është aq e thellë sa asnjë fjalë nuk mund ta prek e lere më ta shëroj. Për Gashin, pavarësisht se sa të pafuqishme janë fjalët, është obligim institucional e moral të kujtojmë dhe nderojmë viktimat. Kur përpiqemi të hymë në lëkurën atyre njerëzve, kuptojmë sa e vështirë është të gjejmë fjalë për t'u drejtuar sot. Gjakuj i atyre që ranë dhe lotët atyre që i qanë, ende nuk janë tharë. Plaga është aq e thellë sa asnjë fjalë nuk mund ta prek e lere më ta shërojë atë plagë. Por sado të pafuqishme të jenë fjalët tona, është obligim institucional e moral t'i kujtojmë viktimat e Srebrenicës, sepse kujtimi për ta është thirrje për ne, një thirrje për reflektim, për drejtësi dhe për përgjegjësi morale. Kryetari i Komitetit për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive Adnan Azizi, i cili ishte edhe organizatori i kësaj seance përkujtimore, deklaroi se dinjiteti i njeriut nuk është dhuratë e shtetit e as privilegji shumicës. Sipas Azizit, ai lind bashkë me njeriun dhe nuk vdes as me të, sepse edhe të vdekurit kanë dinjitet. Gjenocidi nuk vrau numra, vrau njeriun, njeri me emër, me fëmijëri, me një nënë që e priste te dera dhe fëmijë që nuk morën kur shpjegimin se pse nuk ju kthie prindi në shtëpi. Kush ka qenë në Potoçari e di, emrat e viktimave lexohen një nga një, dhe leximi zgjat me orë të tëra, aq zgjat vetëm të thuash se kush ishin ata. Secili prej atyre emrave ishte një botë e tërë, dhe secila prej atyre botëve u shua e plotë. Kryetari i Këshillit Kombëtar Bosnjak në Maqedoninë e Veriut, Xhevat Hot, tha se gjenocidi nuk duhet harruar dhe se të njëjtin duhet gjithmonë ta përkujtojmë. Srebrenica nije samo geografsko mjesto. Srebrenica nuk është vetëm vend apo pozitë gjeografike, ajo është simboli i vuajtjeve më të mëdha në Evropë pas luftës botërore. Është emër që përkujton se sa larg mund të shkojë urrëtia kur ajo kthehet në politikë shtetërore, kur propaganda e mbuloi dhe zëvendësoi të vërtetën, ndërkaq heshtja e bashkësisë ndërkombëtare kthehet në hapësirë në të cilën keqbërja fiton mundësinë dhe realizohet. Ndryshe, masakra e Srebrenicës ndodhi në korrik të vitit 95. Ajo njihet si gjenocid edhe nga gjykatat ndërkombëtare. Në këtë gjenocid u vranë mbi 8.000 burra dhe djem bosnjak musliman, ndërsa mijëra të tjerë u dëbuan me forcë.